mos ta dënojmë tërë grupin mbi shpinën e tij. Këta tre janë kapur dhe ata do ta paguajnë për të gjithë të tjerët. Andaj vetëm dua të them shkurt, sipas neni 352 të kodit të procedurës penale, nuk lejohen që në fjalën përfundimtare të dëmtuarve t'i propozohet gjykatës dënime. Kjo e drejti takon vetëm për klientët e tyre që konstant për gjykatës i propozojnë këtë dënim. Pasi që jemi na një shoqëri demokratike dhe nëse jemi për sundimin e ligjit, gjë që jemi, atëherë është dashur të tregojmë së paku një minimum respekti ndaj të drejtës elementare të të dënuarve, të pandehurve, që mos t'i shpallim fajtor dhe mos t'i dënojmë para se gjykata të merë vendimin përfundimtar dhe në shikim të parë nga jashtë, kjo akt akuz krijon përshtypjen se është e mirë, se me të është gjithçka në rregull. Por të nderuar gjyqtar, kjo nuk është kështu. Do me thonë shembulli i parë, në plot 20 faqet e arsyetimit, që nga faqja 34 deri në faqen 54 të akt akuzës, në mënyrë të krejtësisht të panevojshme jepet përshkrimi kronologjik i aktiviteteve të prokurorisë speciale gjatë jetimit, gjë që në thelb është plotësisht e parëndësishëm për përgjegjësinë e tij penale. Aty shkruan është gjetur rreth orës 14:55, i kthyer anash, jo larg rrugës. I janë vendosur prangat në duar, po është normale që kur arrestohet i vëhen prangat. Sikur mënyra e arrestimit të ishte rëndësishme për ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësisë penale. I mbrojturi im akuzohet për veprat më të rënda të mundshme. Ai është i akuzuari i dytë sipas kësaj akt akuzës, më njerë pas emrit të Milan Radojqiqit, këtu të theksoj se është vërtet e paqartë mbi bazën e të cilave kritere prokuroria e ka përcaktuar këtë renditje të pandehurve. I dyti është akt akuza i ka 121 faqe dhe vetëm 3 herë është i përmendur dhe në mënyrë sipërfaqësore dhe kalimti, shumë më tepër se ai përmenden të pandehurit e tjerë të cilët nuk janë këtu. Dhe tani në fund theksoj se akt akuza i ka të gjitha mangësitë për të cilat kam folur, si në aspektin e përshkrimit faktik, ashtu dhe në atë të veçantë në aspektin kualifikimit juridik. Ky kualifikim nuk është i qëndrueshëm. Këto dy vepra për të cilat i akuzuari i mbrojturi im nuk mund të mbeten në akt akuzë në këtë mënyrë, siç pretendon prokuroria. Dhe njëherë dhe këtu bëhet fjalë për veprën penale, kryengritje armatosur nga neni 115 KPRK-s dhe në fund, të nderuar gjyqtar, mos lejoni që i mbrojturi im, Blagoje Spasojević, për ta shprehur në mënyrë figurative të paguaj çmimin, të paguaj barrën për të gjithë të pandehurit e tjerë që ndodhen në liri. Mos ta dënojmë tërë grupin mbi shpinën e tij. Propozimet e kolegëve që i dëgjuam në fillim të shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare shkojnë në atë drejtim. Këta tre janë kapur dhe ata do ta paguajnë për të gjithë të tjerët. Një veprim i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin. Nuk do të ishte drejt, kjo do të ishte si një hakmarrje, por hakmarrja nuk është qëllimi i ligjit dhe nuk do të ishte drejt dhe nuk do të kishte drejtësi për të mbrojturin tim dhe jam i sigurt që nuk do të ishte
as drejtësi për familjen e Afrim Bunjakut e për mos mi përmend të dëmtuarit e tjerë. Unë ju falenderoj shumë.